Një ditë pas ngjarjes së rëndë ku 2 persona u vranë për shkak të kërkesës për një kafe, policia ka vënë në pranga 4 persona, të gjithë të akuzuar për mos kallëzim krimi. Në pranga e ranë Ergi Kadiu, 25 vjeç, Eral Cani, 21 vjeç, si dhe 2 vëllezërit Taulan dhe Emirian Beqja, 37 dhe 34 vjeç. Ndërkohë që në kërkim përveç autorit të vrasjes së Flori Paluçi, Daniel Pepa, është shpallur edhe një 30 vjeçar me akuzat e armbajtjes pa leje, mos kallëzim krimi dhe përkrahje autorit të krimit. Sipas policisë, 21 vjeçari Daniel Pepa ka hyrë në lokal dhe ka debatuar me kamarierin e më pas me Flori Paluçin që shoqërohen nga disa të tjerë, ndër të cilët edhe Eral Cani arrestuar për mos kallëzim krimi. Pepa debatoi pasi kërkoi kafe, ndërsa kamarieri Alteu Pepa i tha se ekspresi ishte i fikur. Pas konfliktit verbal, Danieli është larguar me automjet dhe më pas është kthyer bashkë me Ergi Kadiun dhe Aranit Kurtin. Teksa ata kanë tentuar të hynë sërish në lokal, ka dalë Flori Paluçi dhe ka qelluar me armë zjarri. Në këtë moment, Daniel Pepa ka qelluar me armë zjarri në drejtim të Paluçi duke e plagosur, ndërsa Aranit Kurti e ka qelluar me grushten në fytyrë. Paluçi, sipas policisë, ka qelluar ndaj të dyve. Nga plumbat mbeten të vrarë Aranit Kurti që u qellua nga Paluçi, ndërsa ky i fundit u vra nga Daniel Pepa. 21 vjeçari, shpallur në kërkim, akuzohet për vrasje me dashje dhe armbajtje pa leje. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 2 të mëngjesit të së mërkurës në një lokal në afërsitë e një pike karburanti në Mans.